Jani Alia, i njohur si një nga figurat më të njohura të krimit organizuar në Shqipëri dhe Greqi, humbi jetën gjatë një përleshje në burgun grek, ku ndodhej që prej dhjetorit të vitit 2024, ai ishte arrestuar në Athinë me dokumente të falsifikuara dhe pritej të ekstradohej drejt Shqipërisë. Vrasja e tij po hetohet si e mundshme e porositur, duke pasur parasysh historinë e gjatë të konflikteve të tij me kundërshtar të shumt. Karriera kriminale e Aliait nisi mbi 26 vjet më parë, duke përfshirë aktivitete të ndryshme kriminale, nga trafiku i drogës deri te vrasjet dhe akmarrjet. Janari i vitit 2016 shënoi një nga atentatet e tij të shumta, ku u qellua me breshëri në ish-parkun e autobusëve në kryeqytet, duke shpëtuar palëndime. 4 muaj më vonë, një sulm i ngjashëm u regjistrua në Gjirokastër, ku ai u plagos let në dorë. Përgjigjja ndaj këtyre sulmeve ishte menjëhershme. Mbrëmjen e 1 maj të vitit 2016, në një lokal në ish-bllok, Alia i qelloi për vdekje kundërshtarin e tij të përbetuar, Elton Çiçon. Të dy ishin njohur në burgjet greke në vitet 2000 dhe konflikti mes tyre rezultoi me 10 viktima dhe akmarrje të ndërsjellta. Edhe pas vrasjes së Çiços, akmarrja nuk u ndal. Miqtë e viktimës kryen atentate ndaj shokëve dhe miqve të Aliait. Në Shqipëri, Alia ishte dënuar në mungesë me burgim të përjetshëm për vrasjen e Çiços dhe pasuria e tij ishte sekuestruar si i dyshuar e fituar në mënyrë të palishme. Me vdekjen e tij, një kapitull i gjatë i botës së errët kriminale mbyllet, duke lënë pas një histori të trazuar të akmarrjeve dhe dhunës.